Rajan Aluan u soll në Shqipëri vetëm për t'u vrarë? Kjo është pyetja që ka mbetur pa përgjigje nga krimi makabër që tronditi kryeqytetin mes ditën e 27 shkurtit. Ajo ishte vetëm 24 vjeçe, nga Palestina, por kishte jetuar në Gjermani. E reja kishte qenë e martuar më herët, ishte nënë e 3 fëmijëve, të cilët jetojnë me babain e tyre. Por çuditërisht, më 19 shkurt ajo futet në Shqipëri përmes aeroportit Nën Tereza bashkë me të atin 49 vjeçar Fadi Aluan. Mbetet e paqartë mënyra se si e kanë bërë futje në Shqipëri, pasi në biletat e tyre është gjetur një numër identifikimi dokumentesh nga Kosova, ndërsa kalimin në Rinas e kanë bërë me dokumente greke. Dyshja u vendosën përkohësisht në Tiranë në një apartament në rrugën Gjon Muzaka, ku as pronari të banesës nuk i dorëzuan asnjë mjet identifikimi. Ajo që dihet është se të gjithë fqinjët që kanë parë prezencën e dyshes ishin të bindur se Fadi dhe Rajan ishin partnerë dhe jo babë e bi, pasi kudo që shkonin prezantoheshin si çift për arsye që ende nuk janë zbardhur. Vetëm një javë pas mbërritjes së tyre në Shqipëri, fqinjët vuan alarmin dhe telefonuan pronarin e banesës ku dyshja ishte strehuar, pasi prej ditësh nuk i kishin parë ata që të dilnin nga shtëpia. Dhe mesditën e 27 shkurtit, policia shpërtheu derën e banesës dhe brenda saj gjeti 24 vjeçaren e masakruar me thikë dhe me gjakun e tharë, gjë që tregonte se ajo kishte ditë që ishte vrarë. E reja ishte vrarë që më datë 22 shkurt, ditë kur edhe babai i saj, i cili tashmë është shpallur në kërkim si autor i ngjarjes, është larguar nga Shqipëria. Pasi kishte kryer krimin, Fadi Aluan me një qetësi të frikshme ka mbledhur gjithçka që kishte bërë me gjak në apartament dhe i kishte hedhur ato në kosha të ndryshëm në lagjen ku ishin strehuar në Tiranë, në mënyrë që autoritetet të konfuzoheshin. Më pas ka marrë gjithçka që mund ta identifikonte dhe është larguar drejt aeroportit Nën Tereza. Duke qenë se trupi i të bijës nuk ishte qetur ende, ai ka pasur mundësi që t'u shpëtonte kontrolleve në kufi. Fillimisht ka udhëtuar në drejtim të Greqisë dhe më pas në drejtim të Amsterdamit. Aktualisht ai dyshohet se fshihet në Liban. Për të hedhur më shumë dritë mbi arsyet e kësaj vrasjeje kanë dëshmuar edhe familjarët e vajzës, të cilët jetojnë në Gjermani. Pista kryesore e hetimeve është nderi. Nëna e Rajan ka deklaruar se konfliktet e të bijës me të atin dhe vëllezërit e saj kanë lindur pasi vajza ka dashur që të jetojë një jetë të lirë, larg traditave të saj familjare, duke mos respektuar as fenë islame. Këto konflikte shpesh i kanë çuar edhe në duart e policisë, pasi 24 vjeçaria është dhunuar nga jati dhe vëllezërit. Një tjetër detaj që ka rrëfyer ëma 24 vjeçares është e bija shantazhohej nga një person përmes një videoje intime të cilën ajo vete kishte dërguar. Më konkretisht, më datë 26 shkurt, nëna e Rajan është paraqitur në polici për ta denoncuar rastin ku ka dëshmuar se shumë herë i ka dërguar para të bijës për t'u dhënë personave që e shantazhonin përmes videos. Megjithatë, në dëshminë e saj, ëma nuk e përjashton mundësinë që shantazhuesi të mos ketë ekzistuar kurrë dhe që gjithë kjo të jetë një skemë mashtrimi e stisur nga e bija. Nëna e Rajan ka rrëfyer gjithashtu se 24 vjeçaria ja kishte demonstruar edhe të atit videon përmes të cilës shantazhohej, duke shkaktuar kështu edhe një tjetër përplasje mes tyre. Fill pas këtij konflikti, babë e bij kanë udhëtuar drejt Shqipërisë, ku edhe ndodhi krimi i rëndë. Përveç çështjes së nderit, media holandeze dhe Telegraf shkruan se 24 vjeçaria dyshohet që të jetë abuzuar seksualisht nga jati para se të vritej. Megjithatë, këtë detaj mbetet që ta vërtetojë ekspertiza mjekoligjore, e cila pritet që t'u japë përgjigje shumë pikë pyetjeve të ngritura në lidhje me këtë vrasje misterioze. A ishte nderi ai që shkaktoi vrasjen apo kishte diçka më shumë mes tyre, gjë që solli edhe masakrimin e të res me thikë?